rrahjen që ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Që në rrahur, është rrahur ai dhëndri i Qazim Sejdinit në Burg. Sukolston xhaktari? Po, e di ti që është rrahur? Keqas. Unë informacione kam lexuar, po, për plasjen me Bajra. Arsyen pse? Jo, arsye nuk e di. Bast, se kush do bëj drejtuesi BKH-s, kanë humb bastin. Sepse grupet lobonin dhe kishin siguri se kush do bëj e kush s'do bëj. Dhe kuptova tani? Është ngjarje reale kjo. Kjo është ngjarje reale. Pra, është vënë bast dhe është humbur basti. Dhe ka kërcyt huni, sepse lobimi për e kapjen e këtyre institucioneve qendrore nuk bëhet nga grupi i prokurorëve të KLP-s, të cilët janë të interesuar, po themi, me dashamirësinë më të madhe, që të shkoj në krye të kësaj prokurorie ose të SPAK-ut ose të BKH-s, njeriu më i mirë, oficeri më i mirë. Nuk ja dolën dot me Joni Ketën kanë përshtypje, sepse ishin nuk ja dolën dot me Joni Ketën kanë përshtypje. Edhe me kupton. Por që tendencën e kam, po thua. E kupton tani. Pra grupet kriminale nëpër burgje vënë baste sepse më përpara kanë lobuar dhe ju është thënë që Andi Bora do jetë drejtor departamentit të informacionit. Dhe në faktikisht Andi Bora nuk vihet. Pra, thënë ndryshe, nuk e thash kot për nardin të relaksohesh. Shiko, ne flasim, ne vim, bëjmë një detyrë qytetare në raport me mediat për të komunikuar dhe të treguar të vërtetën sipas asaj çfarë mendojmë ne se është e drejta dhe e vërteta. Po mundet edhe ne ta kemi informacionin e gabuar. Po mundet edhe ne nuk e njohim në detaje procedurën. Por mu më shqetëson një fakt, që asnjë zyrtar i lartë shtetëror përfshi presidentin, kryeministrin, po deshet i dhe avokatin e popullit, po deshet i dhe avokatin e shtetit, po deshet i dhe kryetarin e shërbimit informativ shtetëror, drejtorin e policisë etj., nuk janë të shqetësuar fare se kush e glabron buxhetin e shtetit. Se për vitin 2026 e kemi 9 miliard, por nuk realizohet, sepse nuk pranojnë mbi 50% e administratës publike, nuk pranojnë të firmosin letra se ju ka hi frika, se janë keq përdorur nga zyrtarët e shtetit. Ky është shqetësimi më i madh që ka një shtet. Është terrorizuar administrata shtetërore nga urdhrat e paligjshëm të ministrave, kryeministrave, sekretarëve të përgjithshëm dhe drejtorëve të përgjithshëm, të cilët ju japin urdhër për të firmosur korrupsion, shpërdorim paras publike. Kjo është situata më e rëndë që kalon shteti shqiptar. Dhe viti 2026 mos u habit fare, edhe pse kemi buxhetin më të madh, nuk do të realizohet se nuk pranojnë të firmosin. Dhe ka zvarritje procedurash për shkak të frikës. Sepse ju thon zyrtarët, ju duhet të punoni për llogaritë këtij grupi kriminal që tendri ta morë Andi Bora. Po ato kanë frikë sepse Andi Bora nuk ekziston në QKR. Andi Bora dje ka regjistruar biznesin. Pra, e kuptoni se ku jemi katandis dhe nuk shqetësohet as kryeministri as presidenti i Republikës. Po nuk shqetësohet askush. Unë realisht nuk e di se sa mund ta përqojmë fjalën, po ne nëpërmjet mediave do ta përqojmë. Sot është një situatë alarmi. Po më habit edhe fakti që autoritetet diplomatike të shteteve të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri rrallë reagojnë ose nuk reagojnë fare. Mos po reagojnë brenda SPAK, Prençi. Zotëri, dhe po reagojnë heshtje. Dëgjoj. Ato kanë shprehur gatishmërinë për mbështetjen e organeve të reja të drejtësisë. Por diplomacia, unë jam plotësisht dakord se ambasada amerikane ka autoritetet të tjera që punojnë me letra gjithë ditën. Problemi duhet një prononcim publik sepse opinioni publik po vdes. Po vdes nga ngërçi. Edhe thot këtë shtet e ka marrë djalli. Edhe me të vërtet të bindin, a di si bindin mos as qytetarë. Po kurse është shqetësuar opozita, pse shqetësohen amerikanët? Po shiko, opozita shumë në politikë sot, po domethënë ma përmbledh shkurt. Shiko, opozita për sa kohë nuk ka një opozitë të pajtuar dhe të bashkuar për te flamujve të partisë,
për t'ju kundërvënë të keqes më të madhe që është Edi Rama dhe Partia Socialiste, sekti i grabitjes pasurive, sepse ne thamë që çfarë ka ndodhur, cila është zvarritur, po mos harrojmë se është zvarritur nga SPAK-u për arsye të ndryshme që është organizal në hetim. Fondet i parë, bujqësia është në mjerim, nuk përfiton 112 milion euro çdo vit që i përfiton Maqedonia, i përfiton Kosova, i përfiton Malizi. Po kemi çështje tjera si çështja e bankersit që luajnë shumë miliarda. Në çështjen e fundit do bëj një pyetje. Tërësisht të vjedhur, tërësisht të raskapitur, të pa shpresë. Nuk kanë shpresë tek opozita se nuk i frymzon dhe duhet të luajnë mekanizma të tjera. Normalisht Edi Rama ju tund pasaportën dhe thot vetëm unë ju që në BE. Pa, a mund të shkojmë BE ne me një kabinet qeveritar që janë gjithë në burg për vjedhje? Jo, BE s'ta hap derën. E tha Edi Rama në takim me fermerët, para 2 ditësh, çështja e bujqësisë është çështja më e vështirë. Sepse kanë filluar të ankohen fermerët se nuk marrin asnjë grosh. Kanë shkuar nga informacionet që di unë, kanë shkuar tek miqtë mi që janë fermerë, kanë shkuar nga Bashkimi Evropian dhe janë interesuar për legët e IPARD-it. Unë përpara se të kaloj këtë çështje tjetër, për prezantuar edhe një herë çështjen Balluku, dua që të ndaj me shikuesit krejtësisht një qëndrim personal i pandikuar, qoftë edhe nga media ku unë punoj, mbi situatën që po ndodh. Ajo çfarë është parë në dosjet e fundit të prokurorisë së posaçme SPAK, të paktën akuza që është ngritur është e llatarshme. Gjykata do duhet ta provojë në fund nëse zyrtarët e këtyre niveleve të larta qeverisëse apo personazh të tjerë, siç janë Ergyll Sagasi me shok biznesmen e me të tjerë shok të tij, janë realisht përfshirë në këtë histori. Vlerat e parave të cilat kemi lexuar në këto dosje te kalojnë imagjinatën e çdo familje shqiptare. Duke nisur nga familja ime e para dhe më të tjerë familjar, cilët përpiqemi jetojmë dhe punojmë. Nuk do doja kurse si që në një moment të caktuar të jetës, në rinin time, siç jam unë, të shikoja përballë grupe të tilla, të cilësuara nga SPAK kriminale, teksa vjedhin paratë e mia dhe paratë tuaja së bashku. Do të ishte pa imagjinueshme në një shtet demokratik që një biznesmen të merret peng, edhe me presion nga ana e policisë, kështu thot SPAK, do dua të citoj gjithnjë ata në fjalimin tim, për të mos marrë pjesë në një konkurrencë për të fituar një tender. Këtu konkurrenca e lirë është vrarë. Janë miliarda lek, cilat neve në e mbjedhur gjithë të vite. Dhe problemi më i madh është tek reagimi. Ajo çfarë ne kemi në dorë të bëjmë si qytetar të lirë të këtij vendi, të paktën pjesa jon mediatike është vetëm fjala e lirë. Fjala e cila shpresoj shumë që të vinë në veshin tuaj dhe t'ju ngacmoj, t'ju ngjalli revoltën e brendshme që diçka nuk po shkon mirë. Dhe kur themi që diçka nuk po shkon mirë, asgjë nuk po shkon mirë, gjithçka po shkon keq, dhe duket se kjo përballje tashmë është midis drejtësisë, qeverisë dhe opozitës, e cila është me busull të humbur. Mirë, këto fjalë kisha për të thënë se, siç e tha edhe Nardi më herët, janë të vështira të gjesh fjalët kur shikon vetëm të gjendur në një situatë të tillë. Çështja tjetër ku ne ndalemi është çfarë do ndodh me Belinda Ballukun, përse kuvendi po le të themi krijon disa ngërçe ligjore, le të themi Këshilli i Imuniteteve dhe Mandatit, po krijon disa pengesa. Leonard Karaj, çfarë po ndodh aty? Po kërkohet të shtyhet deri në datën 22 janar, le të themi kjo mbledhja e komisionit për imunitetin. Më e pakta deri aty? Më e pakta, sepse aty tendenca është domethënë që të shkojnë përtej 3 muajve afatit domethënë të parashikuar edhe të mos dalin me një vendim që do të presumohet domethënë që është konsiderohet e zauruar. Tani aty ka një problem shumë të madh në dy palët si e shoh fund domethënë. E para njëherë parlamenti nuk mund të jetë gjykatë. Parlamenti është një institucion politik dhe ai komision
është një komision politik që do ndali me një raport politik. Nuk mundet të futet parlamenti ose ata 10 deputet që janë aty dhe të marrin letrat dhe të studiojnë letrat e dosjes së Belinda Ballukut. Po e bën një gjë të tillë, çfarë do bëjë gjykata? Ata do dalin me një vendim politik dhe vendimi politik në lidhje me imunitetin është i thjeshtë fare, ata vetë kanë zgjedhur një gjë të tillë. Ne nuk pengojmë drejtësinë në momentin kur na vjen një çështje në ligj që ka të bëjë me imunitet, jo me mandatin, mos e ngatrojmë. Nuk i heq kush mandatin zonit Balluku. Imunitetin i heq. Pra, e zhvesh nga ideja, domethënë që ti nuk prekesh nga drejtësia apo nga një organ tjetër në mënyrë, domethënë, jo të pranueshme. Imuniteti për këtë punë është vënë politikisht më. Në vetvete, për këtë gjë është vënë. Pra, që ty të mos të kontrollojnë pa ta thënë, që ty të mos të dhinte shtëpia pa ta thënë, që ty të mos të arrestojnë pa ta thënë, se këty mua gjithë bashkë neve na arrestojnë mes natës. Pa na thënë. Mes natës. Kjo është historia. Pra, tani ti nuk mundesh edhe këtu për mendimin tim Spaku ka bërë një gabim. Shkon tani dhe i çon një dosje 11.000 faqe, të paktën të thëna, se unë nuk e di ç'është dosja. Se unë e kisha pyetur në fakt, nuk çonte do 200 gjëra kryesore. Duro tani. Se kjo është çmenduri tani. Batuta e Premçi përpara se të funin këtu ishte për një shok të ngushtë të PD-s që nuk shkon deri te faqja 7 e çdo libri që ka lexuar, nëse i ka lexuar deri te faqja 7. Tani un po them këtu, në 11 faqe, 11 foja emrin, nuk ka problem. 11.000, po më le se ta bëj protagoniste për këtë. Në 11.000 faqe i bie domethënë që të jenë diku te 30-40 libra, po e marr një libër 300 faqe. Po se bëjë llogaria burr. 11.000 pjesë për 300. Lexon nga ata aty ai shumë s'kan lexuar. Jo, më jo po të pyes. E marr vesh, jo po, ta pjestojmë mesatarisht me 300 faqe një libër? Po, 11. Ja, do ta bëj tash 33 bie atëre 11 libra. 33 libra, pjesëtim për po themi ne 280 faqe deri në 35. Po më 39 libra, po themi 280 faqe. Okej. Tani libra. Kush është nga ata që do lexo ka 30 libra tani, për të dhënë rezumen e tij në lidhje me atë. Pra është paradoksale, është idioteske, më zotëri nderuar. Gabim nga Spaku ky beson, ha? Po, për mendimin tim. Çfarë mund bëni? Mund bëni dyshim, nuk ka shkuar ki material, jo, s'ka shkuar. Po, thashë e ka vendosur 16.000, jo, e pranoi Korreshi? Jo. Ta pranoi Korreshi këtë aty është antari i komisionit. Kanë ardhur 16.000 faqe. Atë ka shkuar relacioni me ca prova, jo. Jo. Nëse është kështu. E dyta, edhe në qoftë se, po e marr prapë thash tani. Nuk ka arsye që komisioni i mandateve aty në parlament fillojnë të i bëjnë gjyqin në thonjza ose mbrojtjen, prokurorin apo gjyqtarin e Belinda Ballukut më. Se kanë ata më këtë gjë në dorë. Nuk e kanë ata tagër këtë gjë. Është drejtësia që vendos, është gjykata që vendos për nëse duhet apo jo. Aty është kërkuar zotërin të nderuar më jepni të drejtën e imunitetit. Hiqeni. Se ju e keni në dorë, kaq duhet marr, këtu duhet marr fund historia e imunitetit. Sigurisht, Sultani Surreli ka një moment një tjetër, sepse është normale në fund ditës, domethënë. Ai e ka pasur dhe ka akoma jo thjesht zëdhënse, po njeriu domethënë që i ka firmosur të gjitha shkresat të pak nga 2021. Dhe sigurisht që do kishte një qasje sekret tjetër në raport me Belinda Ballukun, me personat e tjetër të cilët i hanin dardha mollë e fiq, po ai kishte lëshuar përpara se t'i vinte te dera. Prandaj e mbron atë, se nuk e mbron sepse vdiq për Belinda Ballukun, mos bëhemi kaq naiv. E mbron pikërisht për këtë asgjë. Dhe ku e dim ne që në ato përgjimet aty nuk është dhe Edi Rama, më zotëri nderuar. Korreshi tha ka materiale trondice, tha nuk mund të flasë se kanë firmosur, tha, por i beson që do jenë vërtet trondice gjërat që mund të dalin në momentin e dytë. Sepse në momentin e caktuar kur del para 5-6 muajsh vetë Edi Rama dhe thotë të guxojnë këta të Spakut dhe të byros kombëtare të vinë marrin telefonin tim, ka një arsye. Kishte nuhatur që po sigurisht, nuk del kryeministri para 2 javësh që tha vinë çava me paplake në dorë. Ke parasysh ti? Ka një arsye, më zotëri nderuar. Dhe po mundohet që ta kamufloj historinë politike me atë të drejtësisë, duke thënë ne nuk do marrim asnjë vendim pa dalë vendimi i gjykatës kushtetuese, që teorikisht, po a shpjegoj njerëzve, nuk ka lidhje me njëra tjetra. Se dhe pyetën ta bërë edhe jashtë emisionit. Nuk ka lidhje. Domethënë, ja ta shpjegoj në shpjegoje pse nuk është kjo lidhje. Kryeministria ka shkuar në gjykatë kushtetuese për 2 gjëra. Heqjen e pezullimit, sepse për shkak se më ke hyrë në kompetencë. Okej, pretendimi tyre. Pretendimi. 2, interpretimin e 103.3 që flet për imunitetin e ministrit. Po, që merr nga deputeti. Si deputet laku. Atë është. E para për heqjen e imunitetit,
se më ke hyrë në kompetencë. Andi, unë mund të hyj ty si institucion në kompetencë në momenti kur ti atë kompetencë e ke. Pra, nuk konsiderohet, ti s'ke veshur xhup, ke veshur xhaketë. Po. Ti më thua mua pse më merr xhupin? Orva, nuk e ke xhupin. Po të marr xhaketën. Po s'ta ka marrë pa xhaketën. Okej. Pra, pezullimin e një ministri si kompetencë nuk e ka kryeministri. Ka vetëm emërim dhe shkarkim. Emërimin dhe shkarkimin dhe emërimin e shkarkimit madje. Shkon te presidenti. Po nuk i ka ekskluzive, sepse do duhet të marrin votën në parlament dhe dekretimin nga ana e presidentit. Pra as ato nuk i ka ekskluzivitet. Po, se kujtohet rasti Meta që nuk e jepte nuk e jepte Ramës të emërimin e vetë Cakën. Gen Cakën. Se jep do të po vetë. Identik. Ja urdhë. Kurse pezullimin nuk e ka kryeministri si kompetencë. Është vetëm ligji për policinë e Edhe shtetit po që e ta ka. ketë Nardi. Jo, po Pezullimin si mas administrative, kurse gjykata ja ka dhënë pezullimin si mas sigurie, Po. që është ekskluzivitet Po. vetëm i gjykatës. Po. Dhe e treta, tani një gjë që ti nuk e ke, unë nuk kam se si ta ke marr. Okej. E dyta është kjo interpretimi në 103.3. Dhe thot pika 3 thot, ministrat gëzojnë imunitetin e deputetit. Tani, o zotëri nderuar, mund të jesh ministër, por nuk je deputet. Dhe prandaj është vënë kjo klauzulë që ata të kishin një lloj mbrojtje, po them. Por ti nuk e lexon dot këtë në pikën 3 pa ju referuar imunitetit deputetit. Dhe imuniteti i deputetit rregullohet me ligjin 73 kushtetues që thot njeri me imunitet nuk i kontrollohet banesa, nuk i kontrollohet telefoni, nuk e arreston dot pa marr lejen nga institucioni përkatës. Kur është vendosur kjo mas sigurimi nga GKK-ja, zonjës Balluku nuk është bërë asnjëra nga këto gjëra. As telefon, as banes, as arrest. Asnjëra nga këto tre. Të bëj një pyetje këtu? Po. Mundem. Po. Se nga që thash u shqetësove kur të ndërpreva. A mundej që kërkesën që po bënte, le të themi, Spaku, që bëri Spaku, që bëri Altin Dumani, Ta bënte fillim fare. Jo, ajo është tjetër diskutim se atë do mund ta bënte. A mund ta bënte tani? Mos ta përcaktonte për arrestim dhe qeverie, por na heqin imunitetin për kontroll banese. Ta specifikonte ose mbrapa le të bënte ç'të donte. E ke gabim. Pa këto tjerat i ka konsumuar zotëri. Ka konsumuar. Dëgjoj këtu, Spaku është i detyruar që të shkojë, domethënë nuk mund të fshihet në letra. Shkon për këtë arsye. Për këtë arsye. Shkon nuk është detaj i thjeshtë ky. Ai shkon thotë unë kërkoj arrest. Mund të jetë arrest shtëpia apo arrest me burg, tjetër histori. Po ai shkon për këtë dhe nuk ka lidhje fare. Kurse ajo që e bëra vetë pyetje dhe po ta shpjegoj edhe një herë se e kam gjumur gjithologët që mbrojnë me Instikam gjithologët, ata që marrin lekët më burg, që u kputu duke marrë lek nga Benita Balluku. Gjykata kushtetuese se s'da një vendim paraprak për këtë. Çfarë vendimi? Këtë nuk e lexon si këtë që e riktheu në detyrë Balluku, nuk e lexon si vendim paraprak që do shkojnë në të njëjtën linjë 22 janar. Unë do flas dhe do them dhe këtë dhe pastaj u lodha nuk flas më. Dëgjoj. Doja prençit. Okej, më dëgjoj një sekondë zotëri nderuar. Gjykata kushtetuese dha një vendim që ngriu, jo pezulloi, termi tamam është ngriu pozicionin. Pra tha, ne këtë çështje do shkojmë ta kalojmë në seancë gjyqësore. Deri në momentin kur ta kalojmë në seancë gjyqësore, ky vendim i dhënë nga gjykata ngrin. Pra bëhet nul për momentin, bëhet nul. Kur të shkojmë në gjykatë në dhomë këshilli në gjykim, mund t'i japin të drejtë GKK-os ata. Dhe marrë filmi. Tani aty ka ndodhur një diçka o Andi, se ne nuk mund të fshihemi mbas gishtit. Çfarë ka ndodhur dhe këtë e them me emër se s'kam problem fare. Kjo çështje shkoi në fillim të tresha e gjyqtarëve siç ndodh rëndon. Tresha e gjyqtarëve të seancë paraprake quhet. Relator Sander Beci, gjykatës i dytë Sonila Betja, gjykatës i tretë zonja Marsita Xhafellari. Në rregull? Në seancën paraprake do duhet të ketë unanimitet, pra të tretë jenë dakord. Po, e kalojmë apo se kalojmë? E kalojmë apo se. Në rast se ka qoftë dhe një person nga këta. Unë dal kundër, për shembull. Atëherë çështja kalon tek kolegji i gjyqtarëve. Është me detyrim. Okej. Tani ç'a ndodhi? Sander Beci votoi dhe Marsita Xhafellari votuan kundër Edi Ramës. Po e bëjnë më thjesht histori. Sonila Betja, e cila është teorikisht është aty, po praktikisht nuk është më gjyqtar kushtetues se është mandati përfunduar. Okej. Votoi pro Belinda Ballukut. Unë do kisha vënë bast me jetë që Sonila Betja nuk do votonte pro Ballukut, sepse ka votuar, nuk di të ta them dhe nuk futem shumë kokën e Sonila Betjes, po të them edhe një herë tjetër.
Prit tani se s'ka marruar. Kaloi në kolegjin e gjyqtarëve. Te kolegji i gjyqtarëve duhet të kishte me patjetër 5 vota, sepse edhe po të mbaronte po dilte 4-4, se 8 janë ata, nuk janë 9. Qëndron në fuqi pezullimin. Qëndron në fuqi pezullimin. Deri në momentin e fundit, Andi, deri në momentin më të fundit fare,